po të ishte sjellur për çdo lavdat, unë jam shumë i sigurt që nuk do ta kishte problem që të bëhej sërish president. Për shkak se vetë takimi i zotit Hamza me Kurtin po tregon që jo që partitë opozitare dëshirojnë domosdoshmërisht të rrezikojnë dhe të shkojnë prap në zgjedhje. Do të thotë, partitë opozitare e kanë një frikë. Mirë po, kur është puna te friga, zgjedhjet, apo edhe 5 vite të vazhdohet njëjtë, kam frikë që do të vendosin për zgjedhjet. Dyshoni që vendi mund të shkojnë në zgjedhje? Po, dyshoj shumë. Secili nga liderët e partive politike po mundohet ta luajë rolin e të pafajshmit nëse shkohet në zgjedhje. Kurti po i ftoi, këta po i shkojmë në mënyrë që nëse dilet në zgjedhje të thuhet jo, po kjo na ka çuar në zgjedhje, se ky s'ka dashur me bashkëpunu. Jo, po na kemi qenë të gatshëm, po qysh mi dhënë votën pa marrëveshje politike. Cila është ajo marrëveshje politike? A ka qartësuar ndonjë parti politike a ka ndonjë qëndrim se për çfarë marrëveshje politike po flasim? Kush janë emrat për president? Nuk flasin as për emra. Pikërisht. Për emra as jo, PDK. Unë e kam përshtypjen. As LDK. Unë e kam përshtypjen që këtyne nuk po jo interesant. Do të përballet opinioni publik. Kush janë emrat që propozon? Kush është emri që propozon PDK, LDK, vetvendosje, tjera. Jo të flasim në ajër për një vullnet, gati retorik sa për justifikim mase. Po edhe pikërisht ajo lojë është duke u luajtur. Unë pikërisht frika ime qëndron pikërisht të e pa këtë lojë. Në anën tjetër, të them drejtën, frika ime qëndron edhe për shkak të paaftësisë dhe mos kompetencës dhe mungesës së kapacitetit të partive opozitare që të artikulojnë mesazhin dhe ta përçojnë te qytetarit.